أفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Allahun Azza wa Jalla falenderojmë, salat e selamet pejgamberit tonë I dërgojmë. Vëllezër nderuam, jemi tek hadithi I 29 të haditheve të përzgjedhura të Imam Nevaviut. Transmetohet nga Muadh ibn Jabal, shoku I ngushtë I pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, njëri prej sahabeve që ka desht shumë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra këtë sahabi Muadh ibn Jabal. Thot, një dit ishim në betejën e Tabukut, dhe në dit isha pranë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam afër tij dhe shfrytëzova rastin që ta pyes një pyetje. I thash, o I dërguar e Allahut, më trego për punët ose për punën që më shtin që më fut në xhennet dhe më largon nga zjarri. Pyetje shumë e qartë, e shkurt dhe po kërkon atë më të lartën. Qëllimin kryesor në dynja e në ahiret është kënaqësia Allahut subhanahu wa taala. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju përgjigj duke I thënë: "Laqad sa'altani 'an 'azim." Më ke pyet për një çështje shumë të madhe. Më thonë, një sahabi ka ardhur me pyet, o I dërguar Allahut, më trego për punët që më shtin në xhennet, që më fusin në xhennet dhe më largojnë nga zjarri I xhehenemit. Pejgamberi sa I tha, ke pyet për një punë shumë të madhe. Ke pyet për çështje shumë të madhe. Se për këtë çështje u krijua dynjaja dhe njerëzimi. Për këtë çështje erdhën pejgamberët e Allahut Azza wa Jall dhe zbritën librat. Është çështje shumë e madhe. Njeriu më shpëtu prej zjarrit xhehenemit dhe ky rob, ky besimtar me hyrë në xhennet, është punë shumë e madhe. Dhe në njëjtën kohë me përgjegjësi. Është punë shumë e rëndë. Vazhdojmë hadithin edhe pastaj futemi në detaje. Në vazhdim tha pejgamberi sa, por është e lehtë kujt ja ka lehtësu Allahu. Është e lehtë kujt ja ka lehtësu Allahu. Ta adhurosh Allahun e mos I bësh shirk atij. Ta falësh namazin, ta japësh zakatin, ta agjërosh Ramazanin dhe ta kryesh haxhin. Dhe më pas I tha pejgamberi sa, a të tregoj për dyert, për portat e mirësisë, për portat e hajrit. Ka vazhdu pejgamberi sa duke u përgjigj. I ka thënë, agjerimi është mburoj. Pra portat e hajrit, portat e mirësisë, agjerimi është mburoj. Sadakaja e shuan, pra e fal mëkatin, sikurse që e shuan uji zjarrin. Dhe namazi në errësirën e natës, në mes të natës, dhe ka lexuar ajetin Allahut Azza wa Jalla te jafa junubuhum anil madaji'. Ka lexuar ajetin Allahut ku Allahu I cilëson sahabët, thot pjesët e trupit të tyre u ngriheshin, u largoheshin nga krevati. Nga friga Allahut subhanahu wa taala. Janë ngrit për me fal namaz.
Edhe atë të tregoj për kokën e kësaj çështje kretë, dhe të tregoj për shtyllën e kësaj fesë dhe për çështjen më kryesore, dhe po i dërguar Allahut. Thot, koka e kësaj pune është Islami. Feja Islame. Dhe shtylla e saj është namazi. Dhe për çështjeve më kryesore, më të larta, është përpjekja gjihadin në rrugt të Allahut subhanahu wa taala. A të tregoj se çka i mban gjitha këto. Çka i mban tash gjitha këto, mos mi hum këto shpërblime. Çka i ruan këto? Ka thënë po i dërguar Allahut. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka kap gjuhën e tij me dy gishta në këtë formë. Dhe i ka thënë, ruaje këtë, ruaje gjuhën tënde. Edhe Muadhi disi është çuditur dhe i ka thënë, o i dërguar Allahut, a na zihet për të madhe edhe atë çka flasim me gjuhët tona? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thënë, të humb nëna jote. Pra, është një fjalë që është thonë për çështje e dikush kur ka gabu. Thot, a do të hidhen njerëzit në zjarr të xhenemit me fytyrat e tyre dhe me hundët e tyre për diçka tjetër vetëm se për shkak rezultatit të gjuhëve të tyre. Tash vëllezër të dashur besimtar, kur të futemi me i shpjegu këto fjalë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që janë shumë të qarta. Dhe dim se çka kërkohet prej besimtarit, po na tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ku qysh në fillim sahabiu kur e pyeti, ishte i qartë në pyetje. Por erdhi përgjigja edhe më e qartë dhe më detajuese prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pyetja e qartë po kërkon sahabiu shpëtim në dynja e në ahiret. Për çet punë jemi kriju për me adhuru Allahun azza wa jall dhe këta besimtar me u fut në xhennet dhe me u largu prej zjarrit të xhenemit. Shumë ajete, shumë hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam flasin xhenneti, xhenemi, xhenneti, xhenemi. Se caku është atje, o vëllezër të dashur. Finishi i njeriut dhe i njerëzimit në tërësi është atje. Ose në xhennet, ose në xhenem, s'ka tjetër. Dynjaja është e shkurt. Rrugtimi vazhdon. Dhe ky rrugtim nuk është shumë i gjatë, është një rrugtim i shkurtër. Vazhdon udhëtimi në jetën e varrit, vazhdon udhëtimi në çështjet që do të ndodhin në ditën e gjykimit. E përfundimi, stacioni ku përfundon ky udhëtim është xheneti ose xhenemi, Allah na ruaj. Dhe ky sahabi ka kuptuar gjitha këto çështje dhe ka kërkuar prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pra shkurt më tregoi i dërguar Allahut. Dhe kanë qenë me një betejë në luftën e Tabukut. Ka kërkuar prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se ndoshta o i dërguar Allahut më trego. Çka është kjo punë, çish mi ra kësaj pune? Çish me fitu xhenetin Allahut? Çish më largu prej zjarrit të xhenemit? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha, ke pyet për një çështje shumë madhështore. Por
është e lehtë kujt ja ka lehtësuar Allahu subhanahu wa taala. Është e lehtë kujt ja ka lehtësuar Allahu azza wa jall. Domethënë, çështja o vëllezër të dashur me i kry obligimet e Allahut azza wa jall është punë shumë e madhe. Është me përgjegjësi. Njeriu me qenë besimtar, njeriu me pas frikë Allahun azza wa jall, njeriu me qenë i devotshëm, me qenë preciz në namaze, e në agjerim, e në sadaka, e në zeqat, i mi shiku që mos u bëjnë ndonjë mëkat, e mu pendu prej mëkatit, a thu ku kam gabuar, me hulumtu, është çështje e madhe. E tani, për mu fut në xhennet dhe për me shpëtu për zjarrit të xhennemit, është e punë shumë e madhe. Por, njëjtën kohë është e lehtë kujt ja ka lehtësuar Allahu subhanahu wa taala. Besimtari që ja ka lehtësuar Allahu azza wa jall, këto punë të mëdha i bën të lehta. Me një ajet tjetër thot Allahu azza wa jall për çështjen e namazit: "Wa innaha lakabiratun illa 'ala al-khashi'in." Çështja e namazit është çështje shumë e madhe, shumë e vështirë. Përpos, për ata njerëz të cilët janë të përulur dhe Allahu subhanahu wa taala. Për ata është e lehtë. Për munafikët është punë shumë e madhe, shumë e rëndë. Kush mund që me falë sabahi, kush me falë jacin vonë verës, kush mi bo 5 kohët e namazit, shumë i do këtë punë e madhe, e për besimtarin e do këtë lehtë. I përgjigjet Allahut azza wa jall 5 herë në ditë pa vështirësi. Agjeron edhe verës me pak vështirësi, i lehtësohet. Ditët e para ndim pak vështirësi, tani më i lehtësohet. Zekatin e lufton nefsin e vet, jep zekat. E lufton nefsin e vet, jep sadaka. E kështu me radhë. Vazhdimisht ballafaqohet me egon e tij dhe edukon egon e tij. Dhe sahabiju kër u drejtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe se vreni i tha, më trego për punën që më shtin, që më fut në xhennet. Nuk tha veç si të futem, pra e ka kuptu që kjo fe do punë. Nuk është çështja veç me fjalë. Se po kërkon xhennetin Allahut azza wa jall. E malli Allahut është i shtrejt, sikur se çka në transmetime. Malli Allahut është i shtrejt. Po kërkon xhennet. Duhet me fitu. Allahu azza wa jall thot në Kur'an: "Wa tilka al-jannatu allati urithumuha bima kuntum ta'malun." Dhe ky është pra xhenneti që e keni trashëguar ju me punët që keni punu. Me punët që keni punu. Në më thonë, xhenneti nuk është veç fjalë goje. Në sikur se tifozët e futbollit. Nuk është veç xhenneti sfitohet me tifozllëk. Po duhet me qenë lojtari cili luan, a i merr ato para, se tifozi asgjë nuk fiton. Por a i cili luan aty në loj, a i fiton. Edhe xheneti nuk është vetëm tifozllëk. Feja islame nuk është vetëm tifozllëk. Tifozllëk ka shumë edhe feja islame edhe nga jo muslimanët, të cilët admirojnë fenë islame, edhe besojnë në xhennet, besojnë në xhehenem, besojnë tek Allahu, besojnë tek melekët, e din që kjo dynja një ditë do të përfundon, e din që ka ditë kiametit, admirojnë fenë islame, është fe e drejtë, fe e pastër, këta janë tifoz. Këta janë tifoz, por nuk janë pjesëmarrës në lojë. E pjesëmarrësi është ai i cili futet me praktik, luan aty. E pjesëmarrësi në fenë islame është ai i cili punon me vepra. Dhe sahabiu i tha, më trego për veprat me cilat
e fitoj xhenetin Allahut Azza wa Jall, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam filloi me ia përmend atij. Pra 1, 2, 3. Ne dim edhe hadithin tjetër të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka thënë që askush prej juve veprat e tij nuk do t'i fut në xhennet. Pra veprat e tij nuk e fusin njeriu në xhennet, me thonë e kam bë këtë punë, edhe tashti puna jeme, këtë punë çka kam bë, unë patjetër duhet në xhennet. Jo, nuk themi kështu. Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë askush nuk futet në xhennet me veprat e tij, por me mëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Por veprat o vëllezër të dashur, veprat janë me rëndësi për me fitu mëshirën e Allahut subhanahu wa taala, nuk ka, është kusht. Nuk fitohen mëshira e Allahut, mirësia e Allahut azza wa jall pa vepra. Ti e bën veprën për hir të Allahut, e Allahu shkaku veprave që i ke bë, shpërblen ty edhe më shumë. Domethënë, veprat janë sebeb për mu fitu xheneti Allahut azza wa jall. Por jo si kundër vlerë, me thonë. E ke bleni makinë, sa kushton makina, ja ke dhënë parat. Kushton atë që ka vlerën. Por xheneti, mos mendoni se blihet me namazet tona, me thonë unë e kom bo namaz edhe e meritoj edhe xhenetin Allahut e fitoj, e blej me këto. Jo. Por me namaz fitohet mëshira Allahut, fitohet mirësia Allahut, e Allahu pastaj e shpërblen besimtarin me mirësitë e tij. Disa dietar kanë thënë, me mirësinë e Allahut azza wa jall njëri futet në xhenet, por për mi fitu gradat në xhenet fitohen me vepra. Ngritja në xhenet fitohet me vepra. E mirësinë e Allahut, po, ke qenë besimtar, tash ti ke kry këto punë, po hy në xhenet. E tash, për mu ngrit në për gradat e xhenetit, aty dallon njerëzit me vepra. Se nuk janë të gjithë me një grad, me një shkallë në xhenet. Xheneti është shkallë, edhe fitohet me vepra, Allah na bëf prej aty në besimtarët që do të jenë bashkë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në xhenetin Firdaus. Kjo vëllezër është që njeriu edhe mos të lavdërohet me punë çka i bën, edhe disi më umbur pastaj në vete, edhe më bë mendje madh, kinse ku me ditë çka është duke bërë, për Allahun pak jemi duke bërë. Për Allahun pak jemi duke bërë. Allahu azza wa jall thot në Kur'an: Elhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linehtadiya laula an hadana Allah. Që njeriu me qenë modest. Edhe kur hynë banorët e xhennetit në xhennet, shikoni se çka thojnë. Elhamdulillah, e falenderojmë Allahun azza wa jall, që na ka udhëzu për këtu në xhennet. Dhe ne nuk ishim qenë të udhëzuar në dynja dhe në xhennet nuk ishim fut, pa na udhëzu neve Allahu subhanahu wa taala. Na s'kemi ditë asgjë. Mirësia Allahut në hapi sytë edhe udhëzu. Pse të tjerët nuk janë të udhëzu. Edhe ata kanë sy, edhe ata kanë zemër, dhe ata janë për mishit dhe gjakut, por nuk janë udhëzu. A thua pse? Mbi gjitha është mirësia Allahu subhanahu wa taala ndaj nesh. Të ka pa Allahu, të ka shikua Allahu azza wa jall, ka desh me në udhëzu, elhamdulillah. Jo në është, për desë në ka udhëzu Allahu, me punu, për me fitu xhennetin Allahu azza wa jall dhe gradat e larta në xhennetin Firdaus. E kjo çështje o vëllezër të dashur, pa që shtam, është e lehtë kujt ja ka lehtësuar Allahu, edhe sigurisht që ka ardhur në hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, "I'malu fa kullu muyassarun lima khuliqa lah",
punoni, veproni se çdo kush është i prirur dhe i lehtësuar për ato çka është të kriju. Puno, mundohu, se ta ka lehtësu Allahu Azza wa Jalla ty se të ka kriju për këtë punë. Të ka kriju për xhennet, edhe ta lehtëson Allahu Azza wa Jalla për këtë punë. Ta lehtëson namazin, ta lehtëson agjerimin, ta lehtëson zekatin, ta lehtëson dinin e vllai dashur më të. Dhe njerëzit për këtë dinë kanë dhënë edhe shpirtin, pse ja ka lehtësu Allahu Azza wa Jalla dhe me dhënë atë gjën më e shtrenjtë që posedon njeriu. Edhe atë e jep për hir të Allahut, pse ja ka lehtësu Allahu se e ka kriju për xhennet. E nëse dikun çalojmë në ndonjë veprim, atëherë a thua na ka lehtësuar Allahu Azza wa Jall për në xhennet apo jo? Aty është çështja tani, çka duhet të hulumtojmë tek vetvetja jonë. Edhe të mundohemi, edhe të ballafaqohemi me nefsin ton, me egon ton, për me arrit kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, o vëllezër dashur, shpesh ka bë dua, Allahumma hdini wa yassir al-huda li. O Zot, më udhëzo dhe ma lehtëso udhëzimin mua. O Zot, më udhëzo dhe ma lehtëso udhëzimin mua. Është me rëndësi me ta lehtësu Allahu Azza wa Jalla udhëzimin. Se dikush nuk kthehet në udhëzim, nuk udhëzohet vetëm se me vështirësi, me gajle, me telashe, me probleme të shumta, e tani më u kthy në fenë e Allahut Azza wa Jalla. Dikush nuk është i udhëzuar, pastaj vijnë disa fatkeqësi në kokë, e tani udhëzohet. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka bërë dua që o Zot, ma lehtëso udhëzimin mua. Pra mos t'jem nga ata që nal i bin telashe në kokë, e tani me udhëzu. Por me lehtësi të udhëzohemi. Ne të shkojmë ka Allahu subhanahu wa taala. Ne të përshpejtojmë këtë procedurë dhe ne të vrapojmë ka Allahu Azza wa Jall. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha: "Ma adhuru Allahun Azza wa Jall." Kjo është çështja. Adhuroj Allahun, se Allah nuk i krijoi gjinët dhe njerëzit për diçka tjetër vetëm se për madhru. Adhuroj Allahun dhe mos i bë atij shirk. Mos i bë shirk Allahu subhanahu wa taala. E qartë. Dhe fale namazin, dhe jepe zekatin, dhe agjeroje Ramazanin, dhe kryje haxhin. Një sikur se ai sahabiu i cili ka ardhur ja Resulullah, ka kërku një këshill për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam që për mu fut në xhennet, mi trego ato vepra. Ja ka përmend to pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ka thonë, nuk shtoj më diçka tjetër ja Resulullah, hyn në xhennet. Po ka thonë do të hyn në xhennet. E sa ka thonë, nëse është që ky besnik, pra kapët besnikrisht, me sinqeritet ndaj këtyre gjërave, ky ka fitu, shpëtoi ky. E në vazhdim pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha, atë të tregoj për portat e mirësisë. Tash këto janë obligime, detyra. Por tash, mbi këto detyrime, janë disa porta që shme fitu mirësinë Allahut Azza wa Jall, që shme fitu rahmetin Allahut, që shme fitu falin Allahut Azza wa Jall. Qysh me largu hidhrimin Allahut subhanahu wa taala. Se gjithë kemi gabime. Nuk kemi qenë perfekt në kryerjen e obligimeve të Allahut Azza wa Jall. Kemi qalu. Vonja kemi nisë ndoshta 5 kohëve të namazit. Na kanë ikur një kohë të gjatë, apo dikush e ka vonu, apo dikush ka neglizhu. Andaj, ndoshta është hidhru Allahu Azza wa Jall me neve. Ndoshta kemi mëkate. Si të bëjmë, si të shpëtojmë, ka të hymë dhe të afrohemi tek Allahu Azza wa Jall, futur përmes këtyre portave, përmes këtyre dyrëve të hajrit. E cilat janë ato ja Resulullah? Pra vazhdon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam
duke na thënë që ma agjerim vullnetar. Somu gjunle. Pra, ma agjerim vullnetar. E pastaj, në më thënë, me sadaka, me dhenë sadaka. Dhe pastaj tjetra, me falë namaz natë. Pra, sadaka, agjerim vullnetar, edhe namaz natë. So, vëllezër të dashur, kemi hadithe ku ai i cili agjeron një ditë për hir të Allahut Azza wa Jalla, Allahu Azza wa Jalla ja largon fytyrën e tij prej zjarrit të xhenemit për 70 vite. Domethënë po të largon Allahu Azza wa Jalla prej zjarrit për hidhrimit të tij. Agjero për hir të Allahut subhanahu wa taala. Edhe shikoni këto këshilla ka dhënë Muadhit, pejgamberi sa shumë këshilla të arta. Andaj Muadhi është transmetuesi i disa haditheve shumë interesante. Një për atyre haditheve që e dini dhe atë, ku i ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, o Muadh, unë tyje të dua. Dhe mos e lër asnjëherë, vetëm se të thush në përfundim të namazit, Allahumma inni ala dhikrike wa shukrike wa husni ibadetik. O Zot, më ndihmo që të përmendë ty, që të falenderoj ty, edhe të adhuroj në formën më të mirë. Tash këto, që i ka me një rast tjetër që i ka transmetu Muadhi radhiyallahu anhu, ky hadith vjen vetëm sikurse, domethënë shpjeguesi këtyre këshillave që ja pa dhënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një herë tjetër Muadhit radhiyallahu anhu. Pra, kërkojmë vazhdimisht ne ndihmën e Allahut subhanahu wa taala në çdo çështje. Edhe vëllezër dashur, te çështja e sadakas që ka ardhur që sadakaja e fik mëkatin, pra e shlyen mëkatin sikurse që e fik uji zjarrin. Pra nëse njeriu ka bërë ndonjë mëkat, duhet me përshpejtu me dhënë sadaka. Ka pasur prej atyre njerëzve të mirë, të cilët kanë qenë, domethënë ibadetçi të vjetër prej selefëve, të herë që kam gabuar, të kam përshpejtu me dhënë sadaka. Njëri prej atyre nëse nuk ka pas diçka, ndonjë ëmbëlsirë që ka pas të shtëpia, i ka dhënë dikujt, ndonjë të varfër, ndonjë nevojtare, ndonjë fëmijë, ndonjë ëmbëlsirë. Nëse nuk ka pas asgjë, në atë kohë domethënë edhe çepa ka po parë, edhe një çepja ka dhënë dikujt. Menjëherë pas mëkatit, që ka ardhur në hadith të pejgamberit, veproj një punë të mirë, se puna e mirë e shlyen mëkatin. Fjala është për mëkatet e vogla, se mëkatet e mëdha duhet që njeriu të pendohet tek Allahu subhanahu wa taala sinqerisht për mi shly. E mëkatet e vogla shlyen domethënë me sadaka. Por nëse njeriu ka bërë domethënë mëkat të madh, duhet me dhënë sadaka sa më shumë. Sadaka sa më shumë që Allahu subhanahu wa taala me afal atë mëkat për cilin mëkat është duke u penduar tek Allahu subhanahu wa taala. Edhe po ashtu ka thënë pejgamberi sallam, edhe namazi në mes të natës, edhe namazi i burrit i njeriut në mes të natës. Vëllezër nderuam, kanë thënë dietar kur kanë shpjegu ajetin Allahu subhanahu wa taala, ku Allahu azza wa jalla ka urdhëruar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me namaz natë. Qumil lejla i që ngritu fal, të për pas pak flej, edhe fal namaz natë. Kanë thënë dietarët, a e dini ku ka zbritur ky ajet? Ky ajet ka zbritur mas shpalljes që i ka ardhur pejgamberi sallam në shpellën Hira. Kur ka ardhur domethënë te shtëpia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mbulomni, ka thënë Hatixhes se kanë kap erthet frikë.
si të jesë në si të flaj gjumë. Është ngritë dhe ka falë namaz natë çdo natë. Amir ibn Abi Qais ka thënë, mu largua gjumi nga friga e nxehtësisë së zjarrit të xhenemit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha për Abdullah ibn Omerin, thot sa bori mirë, për ju tregoj për çështjen kryesore të kësaj gjëje që ju thash këtë. Edhe ka vazhdu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke i thënë që çështja kryesore është dorëzimi, më dorëzu komplet me vepra Allahu subhanahu wa taala. Islami. E Islami në kupton me i zbatu urdhnat e Allahut azza wa jall. Imani edhe Islami. Kur të flasim për imanin, diçka tjetër, po flasim për Islamin, është praktika e fesë islame. Imani është besim, Islami është praktika. Pra, këto dyja shkojnë bashkë. Imani, besimi edhe praktika. A tregoj për çështjen kryesore, çka është kjo punë, çish me fitu xhenetin, është Islami, praktika. Praktikoje fenë islame. Dhe shtylla kryesore çka është e kësaj pune? Ka thënë është namazi. Dhe kulminacioni i këtyre çtyre gjërave është përpjekja në rrugt të Allahut subhanahu wa taala. Gjihadi me vepra, me gjuhë, me laps, me davet, me dhënë sadaka, këta këto do më dhatin futën këtu në rrugën e Allahut azza wa jall. Mbi gjitha, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tashmë në përfundim. Këto shka i ruan tashti për mos mi prish. Këtë, a thonë, ruaj gjuhën. Si ja Rasulullah për këtë punë do më thënë na do të llogaritemi, do të nëzë Allah për të madhe. O Muadh, nëna jote të mbetet pa ty. A mendon se njerëzit do t'hidhen në zjarr të xhenemit ndryshe vetëm se shkaku i rezultatit të gjuhës? Për këtë punë, me këto do t'hynë zjarr xhenemit, shkaku gjuhës, me fytyrë dhe me hunë, zhagas. Allah në ruajt. Pse? Gibeti, sharjet, fyerjet, ofendimet, nemimja, prishja dhe më thënë në mes njerëzve, bartja e fjalëve, gjitha këto gjëra i prishin ndikojnë në sadaka, ndikojnë në zeqat, ndikojnë në agjerim, se a ka ardhur në hadith të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që mos e prish agjerimin me çka? Me punë të këqija, me fjalë të këqija, haxhin, njëjtë mos e prishni, domethënë, çka e humb sevapin e haxhit? I humb pra fjala keqe. Fjala keqe e cila del prej gjuhës. Domethënë, ti humb sevapet. Pas arsye, ka ardhur domethënë në këshillat e selefëve dhe shumë dietarëve tjerë që kanë thënë është çudi. Një njeri që agjeron ditën namaz, agjeron agjerim vullnetar dhe natën fal namaz vullnetar dhe nuk ka gjendje me mbrojt gjuhën e tij. Bart fjalë, përçan, mashtron, rren, e këto gjëra nuk përputhen. Pra, duhet që të jesh i kujdesur edhe për gjuhën tënde. Ka ardhur në hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që kush e beson Allahun edhe ditën e fundit, ose le të flet mirë, ose për ndryshe le të hesht. Për mos me humb sevapet dhe shpërblimet, për mos me humb atë cakun që e tham në fillim dhe qëllimin që e kemi pa xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. Allah na uzoft, Allah na fal mëkatet, Allah na drejtoft, Allah na bashkoft bashkë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në xhenetin Firdaus. Amin, amin, amin. Alhamdulillahi rabbil alamin.